Përshëndetje, ja ku po ritakohemi sërish, miqtë e mi, për të ardhur pranë jush me lajmet edhe me ngjarjet më të fundit, për të komentuar fenomenet më të fundit dhe njëkohësisht për të dhënë edhe analizën tonë rreth ngjarjeve që po ndodhin jashtë tashmë reality show. Do të flas për një opinionist të teje të suksesshëm, një opinionist i cili për vite me radhë ka mbajtur mbërthyer zemrat e publikut shqiptar. Arber Hajdari, një emër që në fakt kur e dëgjojmë menjëherë na asocion tek një njeri i ndërtuar, jashtëzakonisht bukur, edhe mendërisht, edhe shpirtërisht, një zotëri i cili diti të ruajë karrigen e tij gjithmonë me seriozitet dhe e ka bërë aq shumë publikun për vete, sa që publiku shqiptar është në hallin më të madh, a do të jetë Arbri apo nuk do të jetë Arbri? Çfarë do të ndodh me Arbrin, si do të jetë e ardhmja e tij, nëse nuk është Arbri në Big Brother, ne nuk e ndjekim këtë Big Brother. Fillimisht kjo gjë vjen nga që Arbri është fokusuar tashmë jashtëzakonisht shumë tek fondacioni i tij Fundjava Ndryshe. Unë dua këtu të ndaloj dhe të them një diçka, sipas mendimit tim. Arber Hajdari është një personazh që Fundjavën Ndryshe e ka patur kryesoren të tij, pa marrë parasysh që domethënë ka qenë pjesë e opinionistit, pa marrë parasysh që ka qenë nëpër panele të ndryshme, i ftuar Arber Hajdari ka qenë pjesë e Fundjavës Ndryshe dhe është identifikuar si Arber Hajdari i Fundjavës Ndryshe. Arbri Fundjava Ndryshe e ka bërë edhe gjatë kohës kur ka qenë pjesë e Big Brotherit. Ndoshta është një zot që jo të gjitha gjëra që ai ndihmon i publikon, por mbi të gjitha gjërat më interesante dhe në gjërat të cilat ai ka më së shumti nevojë, ai i publikon dhe normal në rrjetin e tij social Instagram, Arber Hajdari tashmë do të fillojë të publikojë punën e tij, veprën e tij të cilën është duke e bërë për Fundjavën Ndryshe. Dhe në këtë rast, kjo nuk do të thotë që Arbrin e largon nga këndi i opinionistit. Arbri është munduar që në këto kohë pas përfundimit të Big Brotherit, sepse edhe për opinionistët është një angazhim i jashtëzakonshëm, duhet të jenë të fokusuar për ekrani, duhet të ndjekin spektaklin, duhet të ndërtojnë skenaret e tyre, duhet të dinë mënyrën se si të flasin, sepse ka qenë një Big Brother goxha i nxehtë, ka qenë edhe luftë jashtë, ka qenë edhe opinione jashtë, dhe në këtë rast Arbri tashmë ka përzgjedhur që të qetësoj veten, të kaloj më së shumti kohë me Fundjavën Ndryshe, sepse janë raste sociale që edhe të prekin shpirtërisht, por edhe të takoj momente të bukura me vajzën e tij, që e ka shumë të shenjtë që Arbri në fakt e tregoi dhe në televizionin Top Channel marrëdhënien që ka me të bien. Domethënë unë mendoj që janë duke bërë një kombinim të bukur. Por a do të jetë Arbri opinionist? Mendoj që Top Channel e ka dhuratën më të çmuar, e ka diamantin më të bukur dhe në asnjë mënyrë nuk do ta lëshonte kombinimin fantastik që e bëri pas 5 vitesh Arber Hajdari dhe Monika Kryemadhi. Unë mendoj që edhe një sezon të gjashtë Monika dhe Arbri do të jenë me njëri tjetrin në krah.